që ju do të kuptoni këtë gjë nderuar. Nuk është thelbi a ka prova apo jo, apo do prish prova apo jo. Nuk është thelbi a e mbas do t'i Rama në krah apo nuk e mba. Nuk ka rëndësi. Por e thelbi është që Rama e mban dhe e mbron për faktin se rrezikon edhe vet. Dëgjoj mua tani, do të them diçka që të kuptosh. Nuk ka të bëja rrezikohet vet, sepse zoti Rama aktualisht është i blinduar politikisht edhe juridikisht. Së në rast se zotin Rama do ta arrestojnë, duhet të marrin autorizim nga kuvendi. Kuvendi nuk i jep autorizimin. Menjëherë prokurori duhet të lirojë zotin Rama nga paraburgimi, pra nga dalimi për të arrestuar. Pra, në këtë situatë jemi në kushtet e asaj që ne themi të aspektit politik dhe juridik, që SPAK-u nuk e ka guximin ta bëjë këtë, sepse krijohet një vakum ligjor, kushtetues dhe institucional për zotin Rama. Po në rast se të ishim me një kryeministër tjetër, përsëri do të kishim një vakum institucional. Prandaj nderuar, duhet kuptojmë qartazi. A jemi në parametrat e një drejtësie që është brenda kuadrit kushtetues, apo jemi në parametrat e një drejtësie e cila vjen me manualin e 1944-ën? Unë mendoj kjo e dyta, inshallah gabofsha, sepse dua të gaboj, por është e pamundur për mua të pranoj arrestimin e Sali Berishës në mënyrë të padrejtë pa marrë miratimin e kuvendit. Procedimin e zotit Meta dhe arrestimin në kushtet të flagrans, thot ajo, po në kushtet e arrestës në kuptimin shkeljeve të normave ligjore dhe të drejtave të njeriut. Arrestimi i zotit Veliaj, aratisja e zotit Ahmetaj dhe kjo e fundit që është zonja Balluku, për mua tregojnë që kjo nuk përbën drejtësi, po përbën manuali 1944-ës. Sepse pikrisht pra ju po thoni se ju po nga koha e komunizmit zotri, nuk vjen ata demokratë. Ju po thoni se kemi një drejtësi të reformuar e cila menaxhohet nga politika. Po normal, pse e kam hequr nga dyshimi këtë që nga politika drejtohet drejtësia. Kur themi nga politika, e kemi fjalën nga qeveria dhe pushteti dhe vetë Edi Rama. Po politika këtë nuk kupton, po ka edhe politika të tjera të cilët janë më të egra dhe më të forta, po nuk është momenti sepse duhet pak kohë të kuptojmë edhe rastin e Kosovës, prandaj po e lidh me Kosovën. Po një moment tjetër do ta diskutojmë. Por ju duhet të kuptoni që qytetarët shqiptar janë në një situatë konfuze, sepse në të njëjtën kohë partia e tyre inkurajoi SPAK-un të arrestojnë zotin Meta dhe zotin Berisha, dhe nga ana tjetër me arrestimin e zotit Veliaj dhe procedimin e zonjës Balluku, Partia Socialiste dhe socialistët janë tani në pikpyetje. Dhe do të vinë në atë që unë kam thënë në të shkuarën dhe jam kritikuar dhe falenderoj sepse më kanë kritikuar dhe unë ja kthej tani kritikat, edhe ju them që manuali funksionoi duke u marrë viktim juve. Pse? Se të mendoni që drejtësia me të vërtet po jep frutat e saj dhe një drejtësi që ka e pavarur. Pse? Sepse kur flaka nuk të vjen ty, shkon atë tjetrit, ti gëzohesh. Kur të vjen ty, kërkon ujin dhe tubin dhe ti kërkon zjarr fikse. Po çat vi kur ai s'ka ujë as tub, si do ta shuj flakën? Pra do digjesh. Dhe i bën që aktualisht ata të cilët zotri janë ndjekur, janë ata të cilët kanë bërë lavazh SPAK-ut dhe drejtësisë së re. Dhe sot zoti Rama është nga ata të cilët para një muaj thoshte të tjera, pas një muaj thë po të tjera. Më shkurt thoshte ja dash spadën Altin Dumanit. Tani më fal, kush e ka në SPAK atë spatën që ta kuptojmë kush e ka marrë si e ka marrë? Zoti Brau, zoti Xholi, kush? Dhe çfarë ka ndodhur gjatë rrugës që u prisje të ishte një grua drejtuese dhe janë prishur marrëveshjet në mes të rrugës. Prandaj, ajo që unë po ju them është kjo, shumë e thjeshtë nderuar.
duhet kuptojmë qartazi. Ne si shoqëri kërkojmë spakun organetues apo e kërkojmë spakun t'i japim atributet e gjyqësorit dhe të denojë. Sepse në rast se ne themi që spaku është prokurori, në konceptin ton dhe perceptimin ton e quajmë gjyqësor. Pra, dhuri pra nga spaku, mbaroi puna. Si puna e gëllç. Brenda konvertohet masa sigurisë si mas dënimi dhe jo s'para ndalimit të provave. Se kështu janë halabakët. Po, koncepti popullor ai është. Siguri quhen halabak dhe nuk quhen gjyqtar. Pra quhen pengmarrës, janë marrë peng dhe quhen halabak. Pra ai që të dënon ty nga masa e sigurisë që është për gjëra të tjera, që të parandalosh një krim, prandaj quhet masa e sigurisë. Pra, në rast se unë ty të larg qoftë, vras unë dikë, më kupton? Çfarë ndodh masa e sigurisë? Të arrestoj për dy efekte. Që vras, pra, një që ti mos të ekspozohesh që nga ana e familjes atij të vrasin ty, sepse duhet të ruajt në të njëjtën kohë edhe ty. Dhe ana tjetër është që ti për shkak të vrasjes që bëre dhe dyshosh, mos shkosh të vrasësh të tjerë sepse mund të ketë ndonjë gjë tjetër që prokuroria nuk e ka akoma si fakt konkret që të kuptoj që çfarë ka ndodhur. Dhe prandaj merret masa ndaluese duke me këto kritere. Po këtu te ne e kemi bërë spagove energjinë elektrike në burg, vrave po shkatove në Rinas, rri lirë. E kuptove si është situata në Shqipëri? Kjo është situata në Shqipëri. Të mbetemi te pjesa, po, e kuptoj. Sepse kemi plasur duke thënë, masa arrest në burg është skandaloze sepse këta halabakët fusin në burg njerëz të pafajshëm. Dhe përveç se fusin njerëz të pafajshëm, i cenohet prezumimi pafajësisë. Dhe këto janë halabak të reformës në drejtësi. Tani, ekziston reformë në drejtësi nga 20.000 dosje shkoi 200.000 dosje. Duke u kënaqur ne për korrupsionin, që korrupsioni sot është më i sofistikuar të sistemi i drejtësisë. Mund të japim përgjigjen e njëri në mënyrë të logjikshëm flasë, se emocion ta jap unë të logjikën si të më dojë shpirti. Në mënyrë të logjikshëm dua. Se kjo është për të ulëritur, që të bën tjeti statistik ty, sepse është i paaft, i pa zot. Këtë duhet të kuptojmë si shoqëri. Jo të kënaqemi me statistika, fusim ballukun në burg, futem në burg. Fute, po, çfarë fitove, po, një brim nuk e bër. Çështja është që do të i pagon taksat tonë. Çështja është ta kthejnë lekët mbrapsht. Në shtëpi buke krip, e kupton? Rrof Partia Socialiste, Begetin, se në telefona i tjetri, ta mbyllun me shtëpinë ty, kështu mendon se është Europa. Po do shkojmë Bashkimin Evropian, po të heq legalizimin ty, po mos ma kruaj ti mua, kështu ka bër. Erion Velia dhe Edi Rama. Po, edim, është publike. Tani, edhe asnjëri nga këtyre shenjtorëve, shenjtan, të spakut, si ja kanë mbajtja marrë vendimin e arbitrazhit atje, çka ka ndodhur që do pagojnë miliardat, se i teket aty tjetër që është tek neta e Durrësit, dhe aty tjetër që do shkojë tek neta tjetër. Por ajo që unë po ju them është kjo, që duhet kuptoheni. Qartazi. Zotri, ke faturat kanë bërë për shkak se ka ardhur mesazhi, ke shpërdorim detyre zotri, dhe s'do lejosh ti shpërdorim detyre të parashkruhet dhe jemi drejt parashkrimit të shpërdorimit detyrës. E kupton çfarë po ndodh? Qa drejtësina për që ka të kalbim në burg kundërshtarët politik dhe nga zjatimi i Partisë Socialiste Asambles, ne të kënaqemi. Jo, socialisti që ka votuar partinë e tij të paguaj faturën e Beketit dhe jo unë. Dhe as të tjetri që ka thonë që këta e kanë bërë si shtëpinë e tyre shtetin. Sepse kështu e kanë bërë. Dhe tani kur i vjen flakat e dera, po nuk bëhet ky vend. Po si nuk bëhet ky vend? Për votoja parti nga mes deri ndark partin, rrof partia vër partia, ta futi partia aty, tani s'bëhet ky vend. Jo, hajde këtu, rri këtu, mos ik emigrant. Ja, po s'bëhet ky vend. Se dëgjoj më të bukur ti këtu tani. Ne jetojmë në Shqipëri, nuk jetojmë në Everest, jeton Spaku dhe të tjerë Klepaxhi 2 dhe 1 bashkë që janë sot në sistem. Edhe politikanë, se edhe ta në Everest bashkë janë një mod janë. Edhe i them njëri, po mirë thash, Rama, kur ishe ti thash në kuptimin
Ky ka qenë ministër i Ramës, jam realist. Po pse nuk fol atëri thash u vëlla dhe tani nuk ta mban flasësh. Ministër ky burri, e kupton? Me Ramën. Pse që ka ky i keq tani dhe jo atëherë kur ty të shkarkoj nga ministër? Pra, ne ç'a bëjmë? Flasim kur vjen flaka, përcollohemi, themi tani erdhi momenti ta shuajmë flakën. Po ti të ka përcollu flaka dhe nuk di ku je. Prandaj them, nuk mund të flasësh pasi të ketë ndodhur fakti. Duhet të parandalosh faktin që të ndodhi. Dhe prandaj them, situata me reformën në drejtësi është një situatë e cila do të vi tek dera e çdo shqiptarit. Pse? Sepse spaku për të justifikuar paaftësinë e vet do arrestoj gazetar, avokat, noter, biznesmen, televizione. Pse? Që të japi mesazhin që mos flisni shumë kundër nesh, sepse ne për shkak të nevojës popullore për drejtësi, a kupton? Ne bërëm punën tonë. Po për shkak se dështuam, tani politika do na kapi ne. Çfarë do bëjmë ne? Na arrestojmë të gjithë këta të tjerë. Do kupton? Që të bëjmë statistika dhe të thotë populli, po, derisa arrestoj spaku diçka di, e kupton? Po nuk është e vërtetë.